këtu me pas ma mirë, kur Kosovës si ka pas punët. Baca Jakop është frymëzim, është ideal, është shpirti një luftaraku, do të thotë që ka luftuar për lirinë dhe drejtat, do të thotë të një vendi dhe të një kumbi. Lapëshnikja maran, orlloti e pin e në grufësin i zan. Që? S'jam për të punë. Përshëndetje miqtë e mi të dashur, mirë se po takohemi në një tjetër të premte të emisionit Në Votër me Valin. Emisioni i cili ju përket vetëm fshatrave të Republikës Kosovës, historive të tyre. Ndërkohë që sot kam zgjedhur dhe ja kam dedikuar gjatë tërë ditës një fshati i cili dha shumë kryesisht për luftën e fundit në Kosovë, një fshat i cili ishte shkrumb e hi, ashtu siç edhe i referohen banorët e këtij fshati. Po bëhet fjalë për fshatin e Bacës Jakub Krasniqi, e i cili ai sot nuk është në këtë fshat, mirë po janë banorët e të cilët ata banorë që me mund e me sakrificë ndoshta e kanë ndërtuar fshatin e tyre, fshatin në Groftë. Sigurisht që gjatë ditës së sotme kam pas nderin edhe kënaqësinë me i taku ndoshta pak prej tyre, mirë po me bisedu më shumë për fshatin e Groftë. Unë e di që fshatin e Groftë i ka dhuru shumë ushtarë e të cilët tashmë nuk janë në këtë botë, për ata sakrifikuan gjithçka për lirinë e vendit, kështu që fshati në Groftë ndoshta ndër vite nuk është që është braktis shumë, por e mira siç e thashë po e ritheksoj që është i ndërtuar bukur mirë dhe ende ka gjallëri të njerëzve. Sigurisht që sot e vizitojmë edhe shkollën me pas se sot nxënës i ka, por edhe njerëz fantastik, sepse unë e di që në fshatin e Groftë janë shumë mikprica, kështu që ju së bashku me mua qëndroni me mu, po ashtu me emisionin tim dhe me kujtim sa qipin që në këtë nxet, tashmë ka filluar nxeti veror, ne po ju sjellim pamje fantastike nga fshati i Groftë. Nuk po du me e kalu këtë pjesë të parë pa e falenderu juve publik i dashur që ndoshta ditë më shumë se javë në javë po e pëlqeni emisionin Votër me Valin dhe ndoshta po më jepni sugjerime se ku më ardh, mirë po gjithsesi po du me e falenderu edhe ISP Broadcast, i cili kujdeset që me një shpejtësi 6G me ardh në për gjitha fshatrit, në për fshatrat e vendit të Kosovës, po ashtu edhe si partner i ri Aurora Clean, e që janë produkte italiane që për shtëpitë tuaja, marakli të pastrimit është zgjidhja ideale për kudo që është pastrim, burr apo grua ose familjar, kudo Aurora Clean është zgjidhja perfekte. Qëndroni me mua sepse pamje fantastike e histori të mrekullueshme po vi nga fshati në Groftë. Allah, zdi gjanë shka ka përjetu veç. A pet mirë, që shi na konë mirë është. Që shi ni ka? I na konë nër shkollë. Tash a pet mirë. Tash veç këtu me pas ma mirë, kur Kosovës si ka pas punët.
Pse po thu që s'kena? Qëre tash? Jo, se s'kena, pse s'kena? Pse e kana kap kojten e modhe. Tipe me rrugën e modhe, unë shkoj të bëj do ty, pse ti rrugën e modhe. Po do të me koj knaq, jo me bon. Ashtu. Pse na erdhë që ke pak knatësi me zveti, pasi Shërmet? Se tash e qele vetë temën ti. E cila, se pa shihet. Pa shihet me mujt dilin të nolë njën i qetërin. Unë të thash, edhe prap pa të thamë, me pos këtu, kur punë të më mirë si ka pos Kosova. Po. Që shto. Se, s'ka, gjinja jënë me fakultet. Jinik për Kosovën shkon në Prishtinë, në Gjermani, në Zvicër, në Itali, i gra Kalicës, kurse e ka kry fakultetin. Në vend vetin këtu. Në vend vetin, kurse i kanë shtenjë gjinën pa aftë qëtu në Kosovë. Vetë që ka posë shëqni. Me të njafshëm. Me të njafshëm, i ka shtenjë të në riklat e veta. Që sen s'ka ditë. E pse mos mja dhon ati që e ka kry fakultetin, punën e vetë. A jemën e ti dasha mirë po, ti më shtin mu një punë, shka se di. Po. Se di, o jaran. Ama në zanot që ndërtimit. Po. Në shkër. Se me thonë. Qka ke punu ti ton jetën tonë? Ndërtim. Ndërtim. Po. A më në shalo? Ja. E ma po mirësh, me qka po mirësh tash? Vëllaj, tash ka pak me dëllë për kësyri këtë. A e ndonë penziona halo? Po, mëre, 47 që jam. 47, qa? Po. Apo del që e penziona lajli? Jo, me qëfar. Shka me bëma petë mirë që për në jam për që të benzije. Mirë. A e mon men, a ka Shëremet, në falë që po këse për temës tim, so dëshmuri ka në grufë që... A vëllaj ka shumë. Son po shumë... Vëllaj shumë ka. Shumë përmendore, po. Vëllaj shumë ka. Shumë në kanë bra, Ti ma heret ke të më tregu që ushtria shqiptare e Kosovës ka nejtë në për male. Tu male t'juvet në për në grëft? Po, këtu, në për në grëft se krejt. Vëllaj, atje ma e gradinë e hëpsin s'kit, gradinë e thevina. Në mojët atje rrisin. Po, vërshës. Po, që me bon. So punu për në grëft si ndër vite, prej pas luftës e deri se? Ja, ndërtu bëllë. Ndërtu, a? A bëllë, vëllaj. S'ke pos, këtu 3 shpija në grëft që nuk jenë kënë të kalta. Rafshin kënë. Po. Edhe ketë të ndërtu. Po menej, shtetja ka pru uj, a ka pru kanalizim, asfaltin për shohëm. Kanalizim ka pru. Po, vëllaj. Uju, se me asfalt, me kanalizim pështu në ko. Po. Po, vëllaj, shka ko. Regula. A ka Shëremet për Bacën Kojshin e Juvë, Bacën Jakub Krasniqin, qka po menën ti për to? Vëllaj, anë e danë shpija kom, me vull. Me vull. Me vull kom. Gjysh e ti, boba i ti, 4 gjysh e ti, gjithin kom. Edhe Jakubi, po nuk di shka u bon tash. A pa menën si t'pa drejt gjykimin e ti atje? Nuk di, aty mësë mësish, nuk di gjanë. Nuk po t'mundë si. Po menën si u konë gjithë njeri mirë me Juve? Gjithë, a konë Jakubi njeri mirë. Eshtë të. Po, Allah. Qëre se ti pak ankëshe pe konve, s'po du më t'lodhë ma shumë, Ja, se vëllaj... Ishallah e kish netën. Pas ke punu shumë ti, dhe pak do t'mu lodhë dikur. Ja, po qëre, tritë e njerit, zitë e njerit, se s'perujna do fuqi për plesni, po se pa jesu... Po dhe, jepi zërë në rini, tari po lomitesh. A je lomiti? Pa që shë mëre. Në atë kohë që këni prashit ju me koaje me... Vëlloj, këna prashit e këna kërë me dropën e tëna i këna. Keti këni përjetu? Kuk. Na së drinia si avdina juve, na duken pralla këtë na kalzani. Vëlloj, pralla pa duke. Pas Shëremet, falimderit shumë. Falëset nolla, me të mira, a kemi shku largë? Jo, që kam. E s'ka dal. Kam se ma mirë, u e për ma mikrofonin, pribet ja marrë mikrofonin, u e ma ke marrë. Mërë, që harru më pasha zëtën. U mninë masaleki që akon full, tash kujtë për endalin njonin, për edhe zinjonin. Bisedu me agent Shëremet edhe sigurisht që për jetimet që këta i kam posë, ndoshta qëllë gjatë luftës, sa e tha edhe shumë mirë që ne i kemi japëm shumë zërë dhe ndoshta s'kena menu që kur vjen pjesnia mujna me posë, ndoshta një përjetimet të tilla, me dhimbje të këmbëve ose ndoshta që e bën pleqëria të vetën.
Fshatin e Grofës në fakt që na tha edhe zotri Sheremet, banori i fshatit e Grofës ka shumë dëshmorë që ne sigurisht përmes përmendorëve që ata janë tashmë të ndëruar në këtë fshat, ne po ju sillim për pak pamje të tyre dhe sigurisht që po kërkojmë edhe njerëz të tjerë që çfarë thot historia tek në Grofë, si unë po i them në Grofë si legjendar sepse i ka ofruar shumë ushtrisë shqiptare të Kosovës, e shumica prej tyre ndoshta nuk jetojnë në këtë botë mirë, po e kanë derdhur gjakin e tyre për të sakrifikuar gjithçka që ne sot të jetojmë të lirë. Shihoni pak pamjet e Negrovës dhe shihemi në pjesë të tjera. Veç vetë jetu vënua? Sa të ty, Me vëllo. ka për të ranë vetë për e. Jaroni jam, me më mund qëtë. Ti, hish më sluj. Të rrit nera, falemderit shumë falë se ta nolja punën pak. Me të mira, tu i këmë. A jena në tokujt, po. Banorët e Negrovës në fakt janë shumë njerëz mirë. Edhe ky nderuari që nuk pranoj ndoshta me foj mirë sepse tha jam shumë i ngarkuar, po që kollosat këtë vit nuk janë të paguajt shumë mirë, ai që nga tu punu edhe me pagesë. E nuk e di sa të gju, pa i tha që merrna shumë aty, për ndryshe kam edhe një fermë të bikave ose të bagëtive që ata i kultivojnë. Kështu që ndoshta të rrallët janë fshatrat që janë shkatërruar totalisht e janë ndërtuar prej fillimit e që merren me këtë punë. Kështu që po ju lëm me pak pamjen nga punimi i tokave këtu. Nuk jam unë për këto punë, bre. Tja bëj hazër ma letë. Po ta animoj pak! Nështë i kopë ma letë, bili. Që? S'jam për këto punë. Shpejt, vish! Ja, erdhen krejt tash. Bravo! Nuk moj më le shkëmbon asë cufa. Thank you. Sigurisht që për një fshat është shumë një gjë e mirë dhe ndoshta e madhe që në përfshatrat e vendit tonë ndë vazhdojnë që të jenë shkollat edhe ka nxënës prezent, ndoshta ju një numër të madh, mirë po zhvillohet gjithsesi procesi mësimor. Sot e kam një kënaqësi shumë të madhe që në fshatin e Grofës në fakt jam në oborin e shkollës fillore të mesme dhe të ulët, Jusuf Gërvalla, e me një kënaqësi po ashtu të madhe e kam njërin prej mësimdhënësve, i cili është Faik Krasniqi, që ndoshta pak në detaje na tregon për nxënësit e tyre. Ndër vite, so vite i pote, tamam 23 për 24 vite. 24 vite përvoj punë. Mirë se i gjetëm në Grofë. Mirë se na erdh. Arsimtar mësues, vëllai. Arsimtar biologji, fikimi. Unë thash që
Kur po shkojnë në fshatrat e tjera arsimtar, ndoshta ka rasti me pa që disa shkolla edhe në mbyll, sepse e kanë braktisë. Qysh është gjendja në fshatin në Groftë? 24 vite përvoj pune, po besoj ke kalu shumë çka në përdur tua kanë kalu shumë nxënës. Siç po e shohim edhe klasa 9 tash është gati për me shku. Janë 23-4 gjenerata do të thotë që unë i përcjellin shkollën tonë. Kur kam hy ka pasur dhe të dy numri paralele ka qenë nga 2, tash e kemi nga 1, numri nxënësa po vjen duke reduktuar si pasojë e emigrimit të familjeve jashtë vendit. Dhe si ta themi, nxënëst do të thotë kemi pas gjenerata që kanë dhënë do të thotë kontribute jashtëzakonisht sot edhe si gjenerata që profesorëve, doktorëve, dhe të shkencave, mirë po fatkeqësisht numri po reduktohet dhe është bën një fenomen është negativ kjo emigrimi në vende tjera, por megjithatë si fshat ende qëndrojmë karshia të fshatat që përmend pak më jugu për praktikë totale, atë nuk qëndron, nuk jemi edhe as keq, mirë po urojmë që një ditë jetë ose një kohë, ose si me thonë të vi një ngritje ekonomike edhe për vendin tonë dhe njerëzit të rikthehen në vatrat tona dhe të ruajmë të vatra që kemi ruajtur edhe në kohëra më të vështira, dhe të duke dhënë edhe si fshat edhe dëshmor, duke derdhur gjak për mbrojt këtë vend dhe shkollën shqipe gjitha gjë. Sa nxënës i keni në gjithsej aktualisht? Afërsisht dikun numri i tyre është 190 nxënës, dhe thotë është reduktuar mjaft, dikur ka qenë thash me 2-3 paralele shkolla jonë për gjenerata, mirë po tani kemi nga një gjeneratë, nga një paralele dhe 10 gjeneratë. Unë dëgjova që ndoshta nxënës më bashkëpunues, më mirë me njëri tjetrin, rrallë që takojmë në base në përfshatra. Është e vërtet, mësuesi Vajga apo jo? Gjithsesi është harmonia, ekziston harmonia si nxënës edhe në kolektivin e shkollës, edhe tek nxënësit e mundohemi me përcjell një harmoni. Janë nxënës edukum, janë nxënës, si më thonë, që rrjedhin nga familje të shëndetshme dhe që interesuan për arsimin, që interesuan për fëmijët, që interesuan këtë rast për kulturën dhe traditat tona. Mirë po për shkak, thash njëherë për përmendje për shkak të gjendjes ekonomike, ndoshta shkallës lartë papunësisë, dhe çështjet ekonomike janë detyruar disa familje që realisht e dim që kanë dhënë kontribut shumë të madh edhe gjatë luftës qeverimtare në Kosovë, mirë po që sot emigrojnë vendet evropiane. Po du me folë pak jashtë aborrit shkollës për ty, arsimtari Faik. E di që vllajit është dëshmor në luftën e fundit në Kosovë. Mbase më të pyet pak për fshatin e Groftës, çfarë ka laj kështu? Ndoshta pe perspektives tënde me gjatë luftës deri sot ku jemi ne, çfarë më bën mend ti? Ishte mosha e ime 20 vjeçare gjatë luftës qeverimtare në vitin 1998, 21 vjeçare në 99, kur në rinin time do thotë mrata prej atij atëherë, vërtet, mirë po sa ishte edhe dhenshme ishte edhe kënaqëri sepse po luftonim djemt më të mirë dhe vajzat më të mira për lirinë e vendit tonë. Pata fatin që edhe unë si vllai dëshmorit Bejzat Krasniqi, ishte data kujtohet 14 qershor vitit 1998, kur një grup i ri, një grup i përzgjedhur i shumë të rinjve në fshatit tonë, morën rrugën për Shqipëri, do të thotë për pajisjen Marmatim, dhe fati deti që një nga ta vllai im Bejzati në atë rrugë që të ishte e fundit, por jo do të thotë e vdekshme, por një rrugë do të thotë që sot trasohet me rrugën e Kumbit dhe me lidhjen e dy shteteve duke thyrë këto barierat artificiale do të thotë kufijë shqiptar. Lavdi për vllahun tënd edhe për jo vetëm vllai im, po ka fshati ynë ka shumë të tjerë, dëshmor, martir, të cilët kemi edhe rastin më të rëndësishëm, do thotë edhe Ilirin, do thotë një vjeçar ose 0 vjeçar në moshën e tij ku vritet nga paramilitarët ose themi nga struktura të mirë përgatitura për gjenocid në Kosovë. Mbi emrin Krasniqi. Posedojmë shumica fshatit, kemi një familje Gashi, pak familje kanë mbet ka lagja Shala, ndërsa këtu gravitojnë edhe nxënës të fshatit të Voçak, Shala mbi emrin, Haziraj dhe kështu.
Po du më të pyet pak mbase unë në emisionin tim nuk para pëlqej që me fut politikat çfarë do lloj qofshin ato, po du më të pyet pak për Jakub Krasniqin. Baca Jakub. Baca Jakub. U bon tash e sa kohë që është u gjyku padrejtisht atje në Hag. Qysh është fshati, çfarë po mendon për të? Ose ti personalisht? Absolutisht e pa drejt, absolutisht gjykat politike, mendojmë ne. Baca Jakub është frymëzim, është idol, është shpirti i një luftaraku, do të thotë që ka luftuar për lirinë dhe drejtat, do të thotë të një vendi dhe të një kumbi. Baca Jakub ka lindi tillë, është i tillë, mendoj që do të vdesë i tillë, do të thotë një njeri që sakrifikoi gjithçka për lirinë e vendit të tij. Ka qenë një familje që kanë edhe në vitet e 10-ta kur është burgosur, ka qenë një familje ekonomikisht e fortë, mirë po ekonomia dhe interesat personale nuk e kanë interesuar asnjëherë. Ati ma tepër ka qenë i dhënë dhe është i dhënë dhe me një farë forme e shoqës përbetuar si njeri që e don mbi të gjitha ekonominë e vendit, e don lirinë e vendit, e don një Shqipëri si që ka hije. Absolutisht që po. Unë e di që je në proces mësimor, po du më të falenderu sepse ti e ndave kohën tënde, urojmë që Baca Jakub me qenë herën tjetër kur të vim këto, urojmë të gjithë popullin i Kosovës. Ty të falenderit për kohën, edhe të përgëzoj sepse ndoshta në pikat shkurtë në etapat e ndryshme ke shumë i qartë. Për mua dhe për shikuesit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Nuk e dija e kam lejen tuaj, me shku me festu pak me nxënës të klasës 9 apo jo? Gjithsesi në qoftë se keni marrë nga drejtori atëherë. Amine kena dhe për po gjithsesi. Me qenë se nxënës të klasës 9, këta arsimtar të mrekullueshëm, ata po i përcjellin në ditët e tyre të fundit, ne po i bashkangjisim festës së tyre, të cilat ata nuk po e lënë pa muzikë. Faleminderit shumë. Menderit qofshit. Po ta marr çdo se është me mu, edhe një herë po të përshëndes. Faleminderit shumë. Hajde shkojmë. Ku është muzika? Hajde valle. Po pëse më valle? Hajde, kush di me këcy ma mirë? Hajde, kush dëni? Vallet molle pe bojmë. Le ma mu ka pri. Hajde. Hini. Hajde. Hini. Ha. A dini shpejt? Na i vollet shpejt? Qështë dhe? U krymë bramja maturat. Inshallah në TikTok ma qëtë me shumë. Ja. Në shkollën Jusuf Gërvalla, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët e talentuar, pa dyshim që ndoshta edhe jashtë shkollës ka talente të ndryshme. Në këtë rast në fakt është sporti ose futbolli. Pranë meje e kam Loresën, e cila është premton shumë në futboll, apo jo Loresa? Mirë se të gjetur në shkollë. Ti nuk je vetme, e ki edhe motrën tënde. Edhe atë binjake. Hajde këtë Lorisa. Ja për ju lo me u bashku se sëm për ju ndaj, se jashtë të së më një munda. Mirë se të gjeta Lorisa. Na i po më të lu futbol edhe mu halasëm po marrë frimë, sepse më keni sagatu krejt. Të regëm pak, cënë klasë jeni ose cënë klasë po dilni? Jena në klasën e 8. Klasën e 8. Dorim të 9.
Unë e përqeni pinjake dhe keni ndjesit e njejta, po du më ju pyet pak, a keni mujt mi pas kur kjo keq, a jedhe ti keq, kur kjo mirë, a jedhe ti mirë? Ka herë, Për një me, a ka ndodhë për shumë kjo me qaj, diçka ti me konë të kesh? Pun. Për një me? Po. Ondra juaj është me qenë futboliste. Nga erdhe kjo ide, qysh e zbulut, unë e di që jeni edhe me një klub të lujt për momentin. Fëllna meren, që Loresa njerë? Lujna në Malishevë, me qëshërë. Të dyat jeni të zonë, a kanë mujt me përcaktu cile jeni ma e zonja dhe i tash ajo në futbol? Po, pak, po. Te do më thonë. Po. Kur ja keni fillu tek 16 qershore në Malishevë me lujt? Kena njës për klasës 6, Për klasës 6. të ekipi 16 qërshërë në Malishevë lujna. Qysh e kalani, a po mënani që jeni të e bondre në realitet, a janë synimet e juaja këtu, apo edhe me tutje me vazhdu? Po, kena. Sa i përket familjes, çka ju thanë kur e fillut futbollin, se ndoshta tek vendi jonë vajzat me i po të lu nuk është që e presin edhe mirë, sa të që nuk ka asgjë të keqe. Apo ju përkrojnë familja? Po, bi shumë. E në mësime qysh jeni? Mirë. Vetëm e kam një kritik për juve. Ju mirë po lushi futboll po. Pse po ju vjen marra me fol? Loj. A është tira por në kamerë? Po do më ju falenderu, e di që jeni hala në procesin mësimor, ndonë se tash jeni të i bo këto aktivitetet me shokët e shoqet e juaja. Lorisa, falenderit. Falenderit. Ju shkoft gjithë shka mbarë, edhe në futbol, edhe mësimet mos me ilanon ashtë në asni formë. Dy motrat nga Negrovci, Lorisa dhe Loresa. Cila jeni ma e modhe pak më falë që pyta? Kje. Ti e lindur pak më përpara. Sa minuta? 1 minut. 1 minut? Vish 1 minut? Vish 1 minut. Dy motra fantastike që ëndra atyre është futbolli, sigurisht që për moment janë në klasën e 8 dhe janë të indjek mësimet në shkollën Josef Gërvalla. Urojmë që jo vetëm te klubi 16 qershori në Malishevë, por ndoshta t'i shohim edhe yje botërore këto dy motra që vinë nga Negrovci. Po ju vjen marrë me fol nga pak me mu, po i komorë kështu si musafir i paftum, kështu që hajde dalim pak Negrovc e shtrihemi andaj. Zakonisht si një tradit që ne shqiptarët e kemi mikpritin, në thash që edhe Negrovci gjeta tek banorët e këtij fshati, po ndoshta si tradit pak më e veçantë që jo të gjitha vendet në përfshatrat e Kosovës e ka ndrujt është Oda, e administratori ose kryetari i fshatit që e njohim më mirë, Gjan Krasniqi na mirëpriti në Odë. Mirë se ju gjetëm Gjan. Faleminderit shumë. Na bone një mirëseardhje në Odë, që sa ke ndërtu se për ndryshe e pas ka ndoshta një arkitekturë kështu të mahnetshme. Unë jam Gjan Krasniqi, administratori i fshatit Negrovc dhe fshatit Vuçak. Jam administrator që 2 vite, me fillimin edhe mbarimin e luftës, o këthym tonë, ishëm në për male, në për dikush nuk ishte gjërat më elementare, po me fillimin ka dalë fillum dhe ndërtum, punum. Kena punum këtu në 2008, ka dalë kena po këtu të punum. Odë që ka prit shumë musafir në fakt. Ka prit shumë musafir, ka edhe Odë e babgjyshit. Jo veç që një dhoni konstrukt në shumë ma të mirë. Po nalmi pak sepse takova dhe njerëz tjerë këta komshit e ju që i keni, po du me fol pak më fshatin e Negrovc, që 2 vite administratori i këtij fshati, ndoshta edhe po thuan me sa dëgjova që Negrovci ka qenë shkatrum komplet gjatë luftës, është ndërtu me forcat e njerëzve, sa ndërtu Negrovci ndër vite Gjan, ndoshta se sa është bo për Negrovci. Unë di që Negrovci është vend që ka falë shumë luftetar
E tashmë që janë dëshmorë disa për ty në gjallë, që janë ndoshta argumenti gjallë për luftën e fundit në Kosovë, sa u bo, sa ke mujtë e pas si administrator, se sa i ke dhënë ti nxarë që më bo për fshatin tanë. Unë e di që e keni një përgjegjësi ka gjatë madhe ju. Po sa i përket fshatit në Grafs ka ndërtu shumë se kena shumë gërbeqarja është. E sa i përket pi komunës jenë bo do sene do kanalizime, do sene ka mungesa, do rrugë, do sene po janë t'ju bon, janë t'ju kry do punë këtë gjatë mira, si vjetë presëm për kretarit në ka premtu dhe rrugën kryesore, nëse në shtu të rrugë kryesore, për mund gane edhe ujësilë se do sene pa bonë shumë mirë. A nuk keni ujë kështu të mjaftueshëm me ramet lirë që shi thonë? Ka dikush, pa hopin si tash të eksi puse, thella se ju nuk kena ujë mjaftueshëm për këtë shatin. Po du më të pyt, nuk unë është me kona shumë i vjetër, po i takon moshës të mesme, qysh banorët e Negrovcit, ndoshta me njëri tjetrin, a e kalon i mirë, unë e di që kur thiri më herë të kushjet me njëherë keni në dispozicion, ke i bjen që jo ja bën ja me njëri tjetrin, qysh e kalon i mirë njëri tjetrin? Po i mirë... Ose qysh e keni kalu? Mirë e kalojna, mirë e kena kalu derisa gjeneratët e mbashme e kanë kalu ma mirë, na gjeneratët e reja na vetë mu pak, i ndalë shumë gërbet, për para u bajnë shumë kur dilshëm me lu me të këto, u bajnë shumë për mi 20 ekipe me lu. Tash nuk mujna mi bon as 5, 2, 3, s'mujna me bon se rininja këtë kanë i kjash, kanë emigru. Me qenë se jemi këtu dhe ndoshta se cilin prej këtyne fqinjeve t'juve unë i pyta se nuk mëj me dalë prej fshatit pa i pyt për Bacin Jakub Krasniqi, po besoj u bon disa vite, nuk e di qyshe e vlerësani ju, po unë e di që është u gjyku padrejtësisht. Qysh po e përjetni ndoshta këtë gjykim të ti atje në hapë? Kojshiu t'ju ndoshta heq, pa mërë parasysh kontributit që ka jep mirë, po cilat janë vendimet e banorëve t'ju këto? Sa e përket për Bacin Jakub, i gjithë fshati dhe krejt që mendojnë na, Bacin Jakub është plotësisht i pafajshëm. Bacin Jakub është edhe i vujtin gjatë luftës, edhe është i burgusur politik më heret. Aja familja ka në shumë, kemë shumë respekt për tonë, e presim në orë dhe i lirë, edhe me festu me tonë, edhe me kanë gjithë lumtur kur të vjen Bacin Jakub. Inshallah dënë Zoti bile kur të jena herën tjetër me kanë këto. Këta ndoshta mundesh me ditë këta dëshmorë kur unë e thash që kanë kontribu shumë për luftë, a i takojnë komplet fshatit Negrovc, edhe sa për ty në janë, se përdo në po shumë përmendore, po shumë tabela që zona operative që ka qëndru shtria shqimtare e Kosovës. A jenë dje një heq për këto? Sa dëshmori ka Negrovci për shembull? Po gjatë luftës e fundit, këto ka qenë edhe si pikë kyqe e Negrovci, ka qenë furra bukës të trujet tuna, ka qenë shtab e uqikës, ka pas shumë shtabe, po ka pas njësite që kanë operuksat e ka pas ushtar, ka Lapushniki, Gjergjica, që kanë tërpuksa dhe kanë najt, ka dëshmur, gjitha fshatra, këtë vërët ku i këni po atje në plan të hymje, ka dëshmur Negrovci, ka të Lapushnikit, ka dëshmur shumë këtë Negrovci. Në fund jena, një gjë që përshka njët në Negrovci ose unë një gjithmonë, për shama labre në Grafc. A dina i gjo? Po, me të thonë drejten, në Grafc kanë pas thonë që mu të do dha ponga, mu së të the me marë. Mu të do dha ponga, mu së të the me marë. Pse këshe? Po tash nuk për di, ka thonë ju një është, atë që kanë thonë, i këna një, i këna ndëgju. Edhe kanë pas thonë, edhe thët një fjallë, Lapushniki Amaran, Orloti e pin e Negrovci një zenë. Po neve s'ka më në zonë, se da që e këna paru edhe xhamin. Xhamia ishte ndërtu, minarën nuk e kesh për ndryshe. Janë të ndërtu, xhamien, unë jam për të gjitha, do me thonë, veç xhamia, po për kishe, për kretë, jam tolerant për çdo sen. Çdo kush e ka drejtimin e vet, besimin e vet, nuk jam kundra as xhamis, as kundra kisha. A ka pas edhe katoliku se a ka në Negrovc? Gjë që unë nuk e di, andaj edhe për të pës. A ka pas për para? Për para, që e di unë, e na i thujna, është që atje e kina
një vend të i thura të Vrejlla, atje janë vurët e kishës, shedi jone i thunë, nuk kom përpara, ka egzistu më herët, po nuk kam djeni të madha, po e di që janë vurët e kishës dhe thunë nuk kom kisha këtë. Ka qenë ndërtuar. Ka qenë në ndoshta kishën. si në Ka qenë në kishën. do vend. Gjën, po du më të falenderu, ndoshta pak informacione që dikush nuk i din, për shembull për fshatin juaj ose edhe unë mësova shumë çka. Faleminderit që na ftove nut, e inshallah vim vish për të mira. E mos na u do të pa nga këtë mos. Do mos gozojna u kthim më marr. Faleminderit shumë. Së bashku me Gjonin, sigurisht që përballë me në odën e tij i ka dë figura ndoshta që secila ka një simbolik, kështu që kujtimin mbase mundet me u kujdes që më javë sjell edhe me lejen e Gjonit sigurisht, secila këtu pamje i ka në odën e tij këto figura, e mandej po dalmë jashtë dhe po e shëtisim edhe pak në negocin. Kur themi që është ndërtuar fshatin e Grëft, sigurisht që mundëm me vrejt edhe përmes pamjeve që është një gjendje shumë e faktuar. Djathas meje kam edhe fabrikën recikluese të plastikës që është duke funksionuar dhe është një gjë shumë e mirë. Mos tam një që qesë. Po ashtu, jam duke e rikuperuar ose ndërtuar minarën e xhamisë së fshatit. Në Grëft, sigurisht që kujtohen ndoshta kontributi i luftës edhe në për shumë shtëpi e me sa duket edhe një tjetër e kemi si zonë operative ku ka shërbyer Ushtria Shqiptare e Kosovës edhe ka dalë më na prit që emri nuk po ja di, po besoj ja don Mustafer. O mirë se ju gjetëm. Si je? A je mirë? Jam voli, po ta vënoj që tonë është asë ki problem. Jo, absolut. Hajde pak ma pushtë të vëduk është maj malsone, po mjeni nati. Qush je? Unë mirë jam, A je mirë? quhëm Ismet Krasniqi, nga fshati në Grëft. Mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhë, faleminderit për vizitën time. Une, Agja Ismet, në qofë se nuk pish Po, punën me absolut, të nuk drejtu, prish. faleminderit. Në ne Grëft realisht po shumë shtëpi bazë të njësive operative. Mbase e pas ke një mini market që i shërben fshatit, po besoj mirë po ja bëjshë. Çka është sakt kjo shtëpi bazë e njësive operative të QK-s? Pëllumbi dhe kazerma ushtarake periuda 98-99. Kjo shtëpi, gjatë luftë, kështu u konë ndërtune. Ka qenë edhe shitoria këtu, marketi vogël. Edhe në luftë. Edhe gjatë luftës, po, në fillim luftës. Fillim 98-ës, me kërkesë, dhe me dëshirë të eme, me kërkesë dhe anësit të QK-s, edhe komandantit njësitit plumba, Ferhat Shada që i përshëndes dytë, edhe Bacin Jakub që onë haga atje, ta është dytë të vjenë sa ma shpejt, edhe komandantin Ferhat Shada i përshëndes, e kom shu shpinë, kam qëndru, Ushtria Shqiptare e Kosovës, e ndi vetën shumë të relaksum. Nështë ta kure me nën atë koshtë edhe krenarie Shumë që... normale. Edhe e kom shu kati parë, kam klejt Ushtria Shqiptare e Kosovës, kati të retë me një dhumë ka qenë komandanti Ferhat Shada me Bacin Jakub Zahancin e Rgjesa. Ato të porta kanë rujtë Ushtria me ndrime, ka qenë taman ka zemë në shtarake. Kjo Nikoj ka shërby edhe Ushtria Shqiptare. Kjo pjesa kënena, një periull e pa të mbo një lej qajture vogël për mi. Ndërsa me u shërby me nejt. Po, me nejt, Ushtria gjatë ndrimit kur përsheshin, pishin, kaj qaj ashtu. Kështu që... Agja Ismet, une po besoj është edhe për tu, ndoshta për tu përugjër, për të mira e pjesa që te e kelqu shpinë tone, pjesëtari Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, une po besoj që për mos më të këthy ndoshta atje, po që shë kujta në atë ko, është dhimbje po besoj, Agja Ismet. është edhe dhimbje se në kanë shku shumë njerës. Mu personalisht ka shku vllavi jam, noshën 41 vjeqare, djali ti 17 vjeqare, qika Agjës 25 vjeqare, edhe shumë bashkëfshatarë.
Po edhe bashkë luftëtarë kanë ra dëshmore, e kanë këta martirë. Më këthy më rapa ka dhimbje, po tash ka krenari që arritëm atë qëllimi ku nisi Adem Jashari me shok edhe e përfundum. Na, kemi kontribua sa kemi mujt, kemi qenë edhe në Shqipëri për armatim, me shok. Në përrëziqe që Në është? përrëziqe, tash, që me thonë, me shku në Shqipëri, me marë armatim, edhe më këthy, është kur tash, se ka rend, rrymë që ka, mi marë dy gozda, mi fut, në shtek, rrymat mytë. Po me pas hyme nalet në qëtë moment edhe njeri pështën. Ka qenë kohë shtire. A ka qenë ky fshat gjatë luftës i shkatruar tërësisht? Pa. O ndërtu prej fillimit? 90% nuk kanë i shkatruar. Po. Se ka shumë pika që ka nejtë ushtëria, që manatone e kem Akademin Ushtarake Hamez Jashari, për shembull, manatone është. Po, tani kështu, ky si fshat ka kontribuar sa kena pas mundësi. Edhe kur konë koha ma rrezikshme në kanë sulmuar, kemi pas refugjate, e në ballafaqu me shumë sfida. Për afërsisht ndoshta me qenë se ke pas shumë shok që mbase ndoshta nuk janë më. Ja, po. Sa i ka humbë në tërësi vetëm fshatin e Grafca? Mundesh me ditë? Me thonë drejtën, tani numrin e saktë nuk më kujtu, dikun 40 diçka dëshmor, edhe martir janë po aq më skuftë numri hala më i madh. Po fiks numri nuk e di. Se harresa më ka nuk i faj. E ke këtë fitore që ka shërby edhe në luftë edhe tash, apo keni punë? Punë nuk ka, pa ka punë. Po me thonë drejtën... Te ke ho për banorët? Më të tani e kam si, që më ka mes të shprehje, se ju të rritë për thëni hoabjaz, di qa pa thëni ju. Hobi, thëni. E në ka mes, në djallën e madhe kam Gjermani, ta e isha Britanera, nuk e ka një orë, djalli dytë këtu më të në kamera, me një djallë vladë, kështu që nuk pa rjetë, në punë tjetër nuk mu je bajnë, që pensionin e veteranit e marës, kështu që pja dalë. Me të pytë pak me qenë se je kontribus i ushtrisë qendrore të Kosovës për këtë tokë, për këtë vend, për votrën tonë. Pas ke qenë në Gjermani, so pas ke qëndru? Ja, nejtë një 4 ditë. A e ke qëndru në Grovë që në këtë rast me Gjermani? Me qëndru atje gjithmonë. Për zotën... E di që është ndoshta pyetje që në gjekshme, po veç për du më ta morë jo në Grovë, po edhe së në kofësin tanë. Po thamë drejtën, asë një plomë tokë nuk e dhomë me shku me jetu atje. Se ku mujtë në qysh vitët 90-a. Me shku, me ikë të themi kushtimit. Me shku veni. Po edhe aj vllak që mu ka vra, me të pas shpirti, e ka pas vizën e Slovenisë, e ordë këtu. I pa ta thonë, vllapër, merri, thminë e ikë. Shkot, pështë, a unë mirë në këtë juve me ikë, po të më thonë jo, në ashtë një mënyrë nuk, venin tem nuk e lëshaj. Pyetja e fundit, so mbi gjithë këto sfida që i ka lutë, që shë qeni me njoni tjetër? Unë e pa shumë njerë. Shumë mirë. Asë një lej eksesi nuk kanë. Asë një lej në gjanje nuk më nganë, asë absolut. Që atë me lankerën, një avë ditë leje. Kërkush se prej? Kërkush nuk prej. Asë zbanë fjallë kërkush, absolut. Edhe me qenë që bëllë shumë jenë largu për i pshati, kështu kanë. Sa për afërsisht mundet me i pas aktualisht këtë fshat? Banorë nuk e di për sotën, për banorë nuk e di. Shpia shumë për gjysat braktisën? Po, gjysa po, kanë bon levizë. Me banorë nuk e di, tani, s'ka se di, s'muj me full. A gjë Ismet, po du më të falenderu se kena pak djelë janisin duke të vera me të modhe. Që shke kuha në Gjermani? Kuha të roshi. Apo? Të 30 e pumi të roshi. Ta më në shku, pak kanë filloj me shi. Pas ke ordë në grëvë se pas ke pru dash në zetin. Po du më të falendru për zëmërsisht. Kur jemi tek shok të ju që kanë luftu lavdi për ton jetën edhe me ju përull sakrificës e tyre, shumë mirë që je këtu dhe e shion këtë liri, po dhimbje, po krenari, po ja dalim dyqysh. Po, me liri tani pim lën ato humbjet ato. S'kemi qa me po. Të rrit nera, falemderit shumë që na hope derën, na prite. Falemderit për nofshit. Edhe këti falemderit, po e falenderojnë atë ditë se për na përcjell. Falemderit shumë e ju pofsha gjithmonë kështu, më shëndet. Falemderit shumë. Falemderit. Për ta sqaruar ndoshta edhe më sakt, këtë vend e ka punuar Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale dhe thuhet që këtu në këtë breg të Drenicës, ku gjaku dhe heroizmi u bëjnë një,
po shohin eshtrat e 21 luftëtarëve, dëshmorë të njësive operative Pëllumbi të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, si dhe 36 martirëve të vrarë nga ushtria dhe policia serbe në vitet 1998 e 1999. Në mënyrë që historia të mos harroj, kjo përkujtimore i kushtohet nderit të luftëtarëve, trimave dhe sakrificave të njerëzve të pafajshëm, që respekti për dëshmorët dhe martirët të jeti përjetshëm në zemrat e shqiptarëve dhe në themelet e shtetit të Kosovës. Është ngritur kjo përkujtimore me emrin Pëllumbat e Lirisë. Përulja para veprës së dëshmorëve dhe martirëve është akt fisnikërie i të gjithë njerëzve të lirë. Lavdi. Të ndëruar shikues, mbase për mua, nuk e di për juve, uroj që të jetë ashtu. Për mua, ndoshta momenti më jo i mirë është kur i vjen radha për me mbyllë emisionin, sepse nuk ngopemi kur me natyrën e bukur, me historinë e fshatrave tona, specifikisht në këtë rast sot që isha në fshatin e Grofcë. Histori të shumta, fshati cili i ka fal vendit gjithçka. Ne u njoftuam me histori që mbase në pika të shkurtëra mësuam shumë gjëra për fshatin e Grofcës. Mbase edhe jo mundet me i kuptu. Çka dua të uroj për këtë fshat, për banorët e fshatit në Grofcë është që herën tjetër mbase nëse nuk vim herën tjetër, po që uroj që sa më shpejt ju vije edhe komshia i tyre në këtë rast. Baci Jakub Krasniqi, uroj që ndoshta si peng ose një dhimbje për ta ose një mërzitje e madhe është kjo pjesë që ai është duke u gjykuar atje padrejtisht në Hag. Unë u kënaq ai jashtëzakonisht sot, edhe pse është një temperaturë pak më e lartë se sa zakonisht, uroj që edhe për juve që jeni të fshatit në Grofcë, them gjithmonë, pak sa do prej pamjeve ju sjella një nostalgji të juaj në qoftë të fëmirisë ose çfarë do periudhët që ju keni jetu këtu. Faleminderit të gjithë juve shikues që po qëndroni me mua së bashku për ta njavën edhe po e ndjekni emisionin edhe po më jepni kritikat e juaja e që po besoj ndoshta të shku e të e bos se çherë e më mirë. Faleminderit ISP Broadcast, patjetër i cili po na mundson që me ardhur nëpër këto vende, nëpër këto fshatra dhe me pa bukurinë e tyre, kështu që rrjeti ISP Broadcast me një shpejtësi 6G mundëson që ju me pas internetin tuaj, ndoshta zgjedhjen më të mirë në për shtëpit e juaja. Po ashtu Aurora Clean që mundëson që ndash veturën, ndash shtëpin, ndash kushdo që është merakli i pastrimit e gjeni produktet italiane tek Aurora Clean, e cila me bazë është në Malishev, mirë po tash ka filluar me ushtri në të gjitha bizneset dhe në të gjitha qytetet. Qëndroni së bashku me Në Votër me Valjen dhe gjithsesi më jepni ndonjë sugjerim se ku të vinë në fshatin tjetër, kështu që së bashku me mua Valajazin dhe me Kujtim Saqipin, ju urojmë një fundjavë të bukur dhe të këndshme, e kudo që jeni mos harroni, ju uroj shëndetin maksimal nga. Emisionin Votër me Valjen mundësohet nga ISP Broadcast.